Të paktën 59 persona kanë mbetur të vdekur si pasojë e zjarrit në një klub nate në Koçan të Maqedonisë së Veriut, e mbi 150 të tjerë janë lënduar, sipas të dhënave të përdisuara deri në mesditë. Në incidentin që ndodhi në orët e para të mëngjesit të së dielës, sipas burimeve jo zyrtare, dyshohet që pjesëmarrës të kenë qenë afro 1500 persona. Pançe Toshkovski, ministri i punëve të brendshme, tha se zjarri ka shpërthyer si pasojë ndezjes së mjeteve piroteknike brenda lokalit. Në momentin e shpërthimit të fishek zjarrit, lënda duket se ka prekur tavanin, i cili është ndërtuar me material të ndeshëm dhe brenda një kohe të shkurtër është përhapur në gjithë diskotekën dhe është krijuar tym i rënd. Brenda pak kohe kanë arritur zjarrfikës nga qytetet të afërta, ndërsa helikopterët e Ministrisë së Brendshme janë angazhuar për t'i transportuar të plagosurit në klinikat në Shkup. Toshkovski njoftoi se lokali po operonte me licencë të falsifikuar dhe se për rastin të dyshuar janë mbi 20 persona, 15 prej të cilëve janë shoqëruar në polici. E ministri i shëndetësisë Arben Taravari ka bërë të ditur se 118 persona kanë marrë trajtim mjekësor nëpër spitalet e Maqedonisë së Veriut. Sipas Taravarit, mbi 20 prej të lënduarve do të dërgohen për shërim jashtë vendit si Bullgari, Turqi e Serbi. Do të tregojmë numrin, por nuk është ende zyrtar dhe i sigurt. Deri më tani 148 pacientë janë në kujdes nëpër spitale në Maqedoni. Në klinikën kirurgjike janë 31, në kirurgjinë për fëmijë 4, në Karel 16, gjithashtu në kirurgjinë plastike 11, në kirurgjinë e qytetit janë 27 pacientë, në 8 shtatori janë 17 pacientë, po ashtu në Shtep janë 39 pacientë dhe në Koçan 30 pacientë gjithashtu. Disa pacientë janë në gjendje kritike, diku rreth 18 prej tyre. Sipas informacioneve nga autoritetet zyrtare, brenda spitaleve ka viktima që duhet identifikuar përmes ADN-s. Deri më tani janë identifikuar 35 viktima, prej tyre 31 nga Koçani dhe 4 nga Shtipi, teksa familjarë të viktimave kanë shpërndarë edhe fotografitë dhe numrat e tyre nëpër rrjetet sociale duke kërkuar ndihmë për gjetjen dhe identifikimin e tyre. Kryeministri Maqedonas, Risjan Miskoski, ka thënë përmes një postimi në Facebook se qeveria është plotësisht mobilizuar dhe se do të bëjë gjithçka që është e nevojshme për t'u përballur me pasojat dhe për të përcaktuar shkaqet e tragjedisë. Ai ka thënë se e diela është ditë e vështirë dhe shumë e rëndë për shtetin, i cili ka humbur kaq shumë të rinj.